Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria. Shikues të respektuar të emisionit Tonight, respektivisht të kompanisë H2O, ja, kaloj një javë dhe po fillojmë me mysafir të tjerë, natyrisht kam kënaqësi sonte që në studio të Tonightit tjetë një person i jashtëzakonshëm, e them me plot bindje, është kënaqësi e madhe që diskutojmë sot për të paktën pak për krizën që e ka përqafuar gjithë botën, po ndihet edhe në Kosovë, ndoshta pak më shumë për shkak të standardit që e kemi. Megjithatë, është kënaqësi ta kesh në studio një prej biznesmenëve më suksesshëm të Kosovës, një humanitar i madh, një djalë tepër i edukum që ka lënë gjurmë megjithatë me lëvizjen e tij, si në biznes, si në shoqërinë e tij, si në familjen e tij, po e flas natyrisht me gjithë ato që ai kam dëgjuar për këtë person. Është fjala për pronarin e kompanisë Frutex, pronarin e Golden Eaglet, Golden Shaqa, zoti Shaqir Palushi, mirë se erdhët në Tonight. Kam me vërtet kënaqësi sonte që të marrim pak këshilla edhe na dhe të shikuesve, si ti të kalojmë disa barriera në jetë, se jo të gjitha mund t'i lidhem me biznes, jo të gjithë kanë lindë për biznes. Duhet jemi ma për toke apo jo? Jo të gjithë, po mendoj asnjë s'kemi lindë si biznesmen, por rrethonat na krijojnë të tillë, domethënë varësisht edhe ato që na e përqafojmë, si më thonë, ajo që e ndjejmë, por njeriu gjatë periudhës jetësore edhe ndryshon. Unë ëndra ime s'ka qenë më bon biznesmen. Madje në kohën kur kam qenë njerëz do thotë as që ka ekzistuar sektori privat dhe as që ka ekzistuar një mundësi e tillë. Unë ëndra ime ka qenë më bon mjek dhe kam filluar shkollimin normal në shkollën e mesme të mjekësisë dhe pastaj në fakultet s'ka mujt me regjistru mjekësi dhe ndoshta kjo ka qenë edhe ai dëshpërimi im i parë, por gjanat po them kanë ndryshuar dhe sot jam në një rrugë tjetër. A vun që si e bo doktor? Drejt me thonë, 12 vitet e para të biznesit s'kan qenë shumë suksesshme. Dhe këto 12 vite shumë shpesh e kam pa ëndër veten herë si student, herë si mjek. Pastaj kur filloi suksesi i kompanisë, përkatësisht i Golden Eaglet, mo e kam harruar, domethënë atë djeni dhe sot ndoshta edhe jam i lumtur që kam marrë një rrugë tjetër. Këto valë të jetës shumë mirë po i spjegoni, ja se kemi dëgjuar asnjëherë, nuk kam ditë që ke pas qef me qenë mjek, po tash je mjek në atë fushën tonë. Po megjithatë jeni far doktori. Shpresoj që ja kum arrit, por sigurisht që ajo çfarë kum dasht me bë për familjen time kum bë. Domethënë kum dasht sepse me të vërtetë si gjithë ne, domethënë Gjon kryesore. Po familjen, po në kohën në cilën jemi rrit, ka qenë sigurisht me rrethana dhe kushte ekonomike tranda dhe kam dashur mi bë të lumtur nënën dhe babën, të cilat shumë kanë punuar, si çdo prind për fëmijët e vet. Dhe kjo ndoshta është suksesi më i madh që kam arritur ato gjatë jetës tyre t'i bëjnë të lumtur. Me çka krenohesh më së shumti? Po nëse flasim për çfarë krenohem, ndoshta sepse njeriu nuk duhet të krenohet me atë sa para ka bë, po me atë sa njerëz ka arritur të bëjnë të lumtur. Dhe ajo që më krenon mua ndoshta është bamirësia, të cilën kam pa, thash edhe herë, të morë parasysh rrethonat në të cilat jemi rrit, ndoshta edhe kjo më ka bë më të butë edhe më të ndjeshëm, dhe kështu që ato që janë ndoshta 3 grupe apo të komuniteteve të cilët kemi ndihmuar pak a shumë, janë studentët, persona me asi të kufizuar, që kanë fabrikën e vet? Po, nëse mund pastaj të them, dhe fermerët. Kur është fjalë të studentët, është ky viti i tretë që ne dojmë nga 100 bursa për student, sepse të investosh në rini, të thotë të investosh në të ardhmen e vendit. Është një farë lloj si me investu sikur trusti, apo si me thonë pension, kursimit pensionale që i bëjmë ne për vete, edhe kjo është një farë investimi për dheun tonë, në mënyrë që të ardhmen të kemi një rini më të edukuar, natyrisht kontributi i on si kompani dhe si fondacion është i vogël, por
nëse ndjeku një shembull të tillë dhe ka fatmirësisht ka shembull plot të tillë, shumë kompani bëjnë një gjë të tillë, kjo është mendoj që është e mira që i ndodh Kosovës. Por ndoshta ajo më e veçanta për mua dhe më ndjeshme është sigurisht mbështetja për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar. Dhe unë besoj që nëse ti nuk i dën këto njerëz, ti nuk i dën as Zotin. Sepse këto njerëz nuk janë me fajin e tyre, me ndonjë pengesë fizike apo ndonjë kufizim fizik që e kanë në trupin e tyre, ani pse ka dëshmu fabrika që e kemi lancu po bën gati 2 vite, në të cilën është e vogël, punson vetëm 10 punëtor, por mbrenda këtyre 2 viteve kanë arritur që të prodhojnë dhe të shesin produkte disa qindra mijëra euro. Madje me këto kontribute, me këto shitje të kontribuojnë edhe në buxhetin e Kosovës, ndoshta me disa 10.000 euro. Dhe tani domethënë jo vetëm që nuk marrin nga buxheti i Kosovës, por ato kontribuojnë në zhvillimin sadopak të vendit tonë. Dhe kjo është shumë e veçantë. Mendoj që po them këto njerëz. Kjo është pjesa më e bukur definitivisht. Po, kjo është pjesa më e bukur. Krenaria ime, si më thonë, aty ku ndihen më së miri. Edhe po të fermerët nuk je keq. Se na takojmë shumë fermer gjatë jetës tonë profesionale. Si jemi në teren, shumica në kohës. Po. Shumica kanë thonë që edhe pemt që na bin tokë që jom për më u gjujt, po janë Shaqir Palushi thot na e blen ato. Po, me qenë se ne i përpunojmë, dhe teknologjia tani ka avancu. Dhe domethënë inspektimi i këtyne frutave, në veçanëri mollës, me qenë se Kosova nuk ka shumë pemë, po mbi gjitha më shumë ka mollë. Ne mund gaboj tani me sasinë sa kemi grumbulluar, po janë disa milion kilogram që i kemi arritur të grumbullojmë në Kosovë dhe një pjesë tjetër në Shqipëri e Maqedoni. Por ju them me përgjegjësi plot që mbi 20% ka qenë dallimi në pagesa për fermerët në Kosovë. Do thotë më shtrenjtë kemi pagu pemët që i kemi grumbulluar në Kosovë për 20% se ato që i kemi marrë nga importi. Keni pagu ju më shumë po, për ne çfarë? kemi pagu për çfarë? Okay. Ne kemi vendosur çmimin, jo ato. Sepse e dim që fermerët, se vetë kemi qenë bujk, dhe e dim sa vështirë është me kultivu një produkt. Dhe duket që një jetë kështu, nuk e di, ndoshta njerëz që kanë përcaktuar kështu, gjërat sa më elementare japin fitim më të vogël, dhe gjërat sa më luksoze japin edhe fitimin më luksoz. Dhe për fat jo të mirë ndoshta, bujqit pothuajse gjithmonë ndodhen me një pozitë jo shumë më të mirë ndoshta ekonomike për shkak kthimit më të vogël që është në investimin e tyre. Prandaj kemi dashur, nuk që kemi po kumdit çka, po të paktën në mënyrë simbolike kemi dashur ti mbështesim këto fermerë në mënyrë që të kenë një derë qel që edhe në të ardhmen për vitet në vazhdim të kenë ku ti adresojnë përkatësisht ti dorëzojnë këto pemë e perime së shpejti. Ne po planifikojmë brenda 2 muaj të hapim edhe një fabrikë 3 që do të prodhojnë ketchup, gjem, marmeladë dhe ajvar, dhe po ashtu do të kemi mundësi edhe perimet ti grumbullojmë dhe i përpunojmë. Një ekstra derë tash për të tjerët që kanë mbet jashtë. Për që jashtë se kemi kompani që merren shumë me... Po, prezaren është Abi, ka kompani të tjera që bëjnë grumbullimin e perimeve, po do të jetë edhe një mundësi, edhe një alternativë shtesë, në mënyrë që të shtohet numri i kultivuesve të pemëve dhe perimeve. Është një paragjykim i qytetarëve që biznesmenat janë pak më tegër, se vetëm me egërsi i kanë arrit majat. Po ndoshta vështirësi... Tash diçka tjetër komplet po dëgjojmë. Jo, mendoj që misioni të qenit biznes është mision i shenjtë. Ashtu siç është misioni i shenjtë qenit gazetar apo mjek apo domosdoshmë secili ka vendin e vet. Para mendove botën pa biznesmen. Edhe ky objekt kishte ekzistuar, se këto biznesmen, njerëz domethënë afarist, ndërmarrësit e kanë ndërtuar. Ose gjitha këto pajisje e kanë bën. Domethënë është një domosdoshme dhe ne duhet të krenohemi pastaj sigurisht që ngaherë në një ull zez vjen nga njerëz të papërgjithshëm, por njerëz të tillë ka. E thash paragjykim fjalën. Po edhe paragjykim, po mund të ketë në biznesmen të mirë, mund të ketë në gazetar të mirë, mund të ketë sigurisht. Por e përgjithshme është që madje Kosova definitivisht është e mbushur me njerëz të mirë. Unë jam këto e them me bindje. Pajtona plotësisht edhe unë. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht paragjykimeve, Kosova është e mbushur me njerëz të mirë. Dhe në rrethonat në cilat jetojmë ne, Zoti Palushi është e çuditshme. Mja kriju këto rrethona Gjermanit, s'kishte me qenë situata kaq çysh këtu.
e qetë, e mirë, paqësore, solidare mbi gjitha. Por edhe optimist, dul para 2-3 ditë ishte pikërisht një optimiste. E çuditshme po e vërtet. Anketë në të cilën ani pse Kosova po del ndër vendet më të varfër. Edhe pse këtu habite mundën, për shembull, shkojnë në Maqedoni, Maqedonia del që ka bruto prodhim më të lartë, po kështu nuk shën ai zhvillim ekonomik më të lartë. Unë nuk ishna me ndrru kur, jo Kosovën me asnjë vend botë nuk e ndroj, po mendoj as zhvillimin që ekziston ose ekonominë që ekziston në Maqedoni nuk isha me ndrru me Kosovën. Po prapse thuhet që Kosova është më përzhvilluar, në anën tjetër doli që shqiptarët përkatësisht qytetarët e Kosovës janë populli më optimist në Evropë. Dhe kjo na bën që të thamë edhe me bindje plot që jemi të tillë. Shqyr, edhe krenari që jemi shqiptar. Golden Eagle e thatë marrë që se keni pas ëndër me u marrë me biznes. Po megjithatë Golden Eagle sot është një prej pijeve më të kërkuar dhe më të konsumuar. Ka dhe eksport jashtëzakonshëm jo vetëm në Evropë, po edhe jashtë, në Afrikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të flasim pak edhe për atë pikë. Po ka qenë Golden Eagle ëndra juaj apo gjatë rrugës ndrun gjonat? Na bëni një sheti. Jo, karrierën tuaj si Në biznesmen. fakt, në fillim në 94, kur kam filluar, kur kam po në Prizren për herë të parë unë që ka prodhus disa mini fabrika me thënë apo punëtëri, në të cilat prodhoshin pije, unë atëherë domthon ditën e parë kur e kam kuptuar, të paktën natën e parë s'm ka marrë gjumi qysh me e pashë nuk është në investim shumë i madh. Dhe s'ka qenë. Ka qenë 4.000 marka gjermane investimi për me fillu me prodhim. Dhe unë isha i lumtur që kishna mundësi më u punësu unë edhe 2 vllazër, prej 5 vllazër, se 3 jemi kyç me njëherë, edhe me pije langje sa herë du. Sepse, me të vërtet, për kohën në të cilën, ndoshta edhe kemi qenë pak më shumë familje patriarkale, por nuk kemi pas as për Bajram, ndoshta pije, as për vitëri, domethënë. Shumë rrallë kemi pas raste kur kemi arrit me pi langje domethënë. Dhe kjo mundësi që unë me pi, unë dhe familja me pi sa herë dojmë, më duke gjysa e suksesit. Mirë, po kjo eufori zgjatë një javë 2, pastaj e sheh që nuk mjafton, se nuk jetohet veç të pi. Duhet edhe me punu, duhet edhe me qenë konkurrent, duhet edhe me zhvillu, dhe po them vetëm me 4.000 marka me atë që ta kena mujtë me kursy pe punëve që kemi bërë si familje, pastaj nuk ishte më fitueshëm. Dhe u dasht me marrë një lokal me qiran në Suarek, që mendoj ka qenë një dishtim. Jo pse kum shku në Suarek, po pse nuk kum shku në vendin më të mirë, për shembull me zgjedh në burim të ujit më të mirë. Po kum shku në një lokalitet që nuk shquhet për ujë të mirë. Dhe ka qenë ky gabim, cilë sigurisht që e kam pagu më ndër vite, sepse rritja ka qenë shumë e vogël. Mirë, po në ato vite, po flas para luftës, në Prizren kanë qenë ndoshta 30 prodhues. Në Suarek parafarsisht 10. Në Suarek kanë qenë më pak, po mendoj u mbyll të njëri hap e tjetër, po kështu që e mbaj mend të paktën 10 fabrika, mini fabrika të tilla nisë. Dhe unë sigurisht që shumë herë kam dashur me mbyll. Mirë, po më ka mojë që kam ditë gjithmonë që përgjegjës për dështim jam unë. Derisa ekziston një prodhues i tillë diku në Kosovë, do thotë që mund shitet, është produkti që konsumohet. Dhe kjo më ka bën ndoshta që Do të jap një shaj që po ec. Po ec, atëherë pse s'ecë ti? Duhesh me ndru formulën. Ndru formulën, kërkosh fajin domethënë ti. Dhe kjo më ka bën që mos më ndërzu, është ky një far lloj inati pozitiv, atë që më thon. Edhe një far ego, sigurisht që një njeri do të ketë ego, po edhe ego do të më kone moderuar, e kontrolluar. Sigurisht. Dhe kjo ka bën që mos më ndërzu edhe ndër vite, pastaj, por deri në vitin 2006, pavarësisht ndryshimeve pas lufteve që u kriju në rrethona më të lehta për të bërë biznes, kemi qenë kompani e vogël me 1 ose 2 të punësuar të huaj dhe ne si familje. Nga viti 2006, atëherë kur vendosëm ose me mbyll, sepse ndryshuan edhe kërkesa në treg. Nuk kishte më konsum të lartë të pijeve freskuese, ato të modelit apo të llojit çfarë prodhojmë ne. Dhe pastaj vendosëm ne me pije energjike dhe këtu nga dita e parë, prapë Prizreni kishte qenë, domethënë, shitja e parë ku kemi bën në Prizren, e kam pa që ndryshoi bota ime. Thon, momentin e parë që kam dalë te tregu me shumicë, që thonë tregu i Shqipërisë, e kam pa që të njëjti tregtar ndryshuan poshën me sy tjetër. Ju duket që e pamundshme me prodhu një prodhuesi vogël
një pije energjike në Kanoqe, sepse deri në atë kohë nuk kishte prodhues të tjerë. Kosovë, madje as në rajon. Problemi është që përveç kualitetit që e ka Golden Early, e ka kualitetin, se mos me pas kualitetin, e thamë edhe pak marrët mes reshtave, o e ki ose ki, mos me pas nuk ec. Jo, se konsumatori Qysh vendose me u fut mi shti brinat me Red Bullin. Ja, Red Bulli është histori tjetër. Po, jo, Red Bulli këtu tash. Po. Tash, na që kemi pi Red Bullin e shumë... E çka do të më bëna më dërzua? Bravo, këto do shta me dëgju. Ose atë më stalidhë nështë me politikë, po a çka kishë bëhu që kjo luftën, si e kishë fillu aja, po me pas mendu Serbin sa fort ka qenë. Tash s'pe krasoj edhe Krasim tepër i mirë, po krasim tepër i mirë. Po du më thonën që... Qashtu është. Duhet me hedh hapin. Duhet me hedh hapin edhe u po që s'kum gabu. Normal, e kam për një kohë e kam studiu tregun se çka duhet me bën ndryshe, sepse kam panë që shumë pije energjike importoheshin në vinin këtu dhe dështanin. Sepse mundoshin me konkurru me çmim Red Bull. Derisa Red Bulli është top për shkak të imazhit, po dhe kualitetit, s'pe më hoj, po dhe imazhit dhe investimit në marketing dhe ka po, edhe ne kemi shku me çmim më tull, sepse s'kishte arsye ekonomike, me thënë drejt. Ne me këtë çmim që punojmë, dhe pothuajse s'kam pas, po bën 18 vite, 19 vite gati, është 2-3% ka ndryshuar çmimi. Nuk ka arsye sepse është marzha fitimit e mjaftueshme për me mujt me zhvillu si biznes. Edhe me qenë e kapshme edhe për konsumatorin, natyrisht. Konsumator, sigurisht. Sidomos në kriza që po i kalojmë kohë pas kohe. Jemi në një kohë të pasigurt pak ekonomike, zoti Palushi. Çka duhet me bëni një biznismen i ri? Jep na këshilla pak. Kemi nevojë. Unë besoj që më rëndësishmja është këtë vetbesim. Dhe e dyta është që ta kuptoj që është i vetmi person përgjegjës për mos sukses. Nëse arrin sukses, atëherë meritat nuk është mirë mi morë vetë. Sepse janë edhe punësuar të tjerë, aty që e kanë ndihmuar që ai me pas sukses. Por nëse dështojnë, ai është fajtor, sepse ai është timonieri, ai është vozitësi i asaj lokomotive. Por unë besoj që do duhej të përmbahet një biznesmen i ri. Para se të fillojë një biznes, duhet të përmbahet një 5 parime. Parimi i parë është nevojat e klientëve. Shpesh herë gabojnë bizneset, fillojnë të prodhojnë apo të ofrojnë një shërbim pse ka e sheh çdo ditë, do thotë. I duket më e lehtë. Në fakt, është shumë e vështirë të futet në një biznes në të cilin ka konkurrencë aq të fortë. Ne shohim që në Kosovë për shembull ka kafeteri ndoshta më tepër se sa duhet. Ka pompën benzinës ndoshta më shumë se sa duhet. Dhe këto sigurisht ja vështirësojnë punën njëri tjetrin. Pastaj është nevoja e konsumatorëve, po a ka nevojë ai konsumator për produkt apo shërbim të tillë apo vetëm pse ti po ke qef. Ne nëse shohim qefin ton shumë se ne kishim më bë atlet apo normal. Gjërat e lehta duhet me kuptuar diçka. Gjërat e lehta ta bëjnë edhe suksesin e lehtë. Dhe ne nuk duam sukses lehtë, duam sukses trond, edhe sukses të madh. E dyta është koha, duhet me kuptuar që në sukses duhet me koni dërush. Nuk suksesi nuk vjen brenda natës. Për fat keq, e keqja vjen shumë shpejt. Po e mira duhet kohë. Madje mbaz asaj përvoja ime ka tregu, po kjo do të thotë që pse mu ka ndosh 10-12 vite, kjo tregon që unë ndoshta s'kam qenë shumë i zgjuar. Njerëz më të zgjuar dhe rrethonat tani që janë kriju, ndoshta shumë më shpejt mund të marrë sukses. Mu ka ndosh 12 vite me prek suksesi. Dhe ajo që kam lexuar, edhe shumë njerëz në të kalumen kanë ndosh shumë vite për me arritë suksesin. Sepse nëse do sukses, sigurisht do të me kuptu që edhe dështimi është pjesë e suksesit. Është mësimi më i mirë. Se nuk është më i shtrejti. Më i shtrejti. Më i shtrejti. Po, sepse kemi pagu shumë shtrejt, kemi pagu me gabimet tua. Se dikush ta tregon një ngjarje, mundesh edhe me harru, edhe me përsërit. Por nëse përjeton atë ngjarje, asnjëherë s'ke me harru. Dhe parimi i tretë është marketing. Është e domosdoshme për sukses të investosh në marketing. Dhe marketingu sot nuk kupton ndoshta jo sot pas njerëz kanë kuptuar marketingu është vetë shitja. Gjithçka sepse ti mund të jesh, nuk është më rëndësi të jesh më i miri. Është më rëndësi të jesh më i pari. Ne njohemi sot shumë njerëz, qoftë në politik
ndoshta nuk janë politikant që i kemi në Kosovë apo në botë, nuk janë më të mirët, po janë të partë. Edhe në biznes, edhe në çfarëdo biznesi, ndoshta mund mos jetë me kualitet më i miri, po nëse është më i pari, ti duhet me hëndore. E katra është financa, duhet mi pa financa. Shumë biznese në start, biznesmen, shpenzojnë ndoshta gjithë ato që fitojnë. Duhet me pas një farë llogari dhënë jetën, se nuk mund është ti mund të shpenzosh ndoshta maksimumi 30% e fitimit. Por 70% duhet ta reinvestosh. Unë deri vonë, por familja jonë kemi jetu në shtëpia shumë më dobta se sa që kanë jetu ndoshta fëmijët tanë. Edhe pse ndoshta kemi pas qarkullim, por shumë vonë kemi filluar me rrit standardin në familje, sepse kam pa për mua standardi ka qenë në fabrika. Edhe ty kemi investuar. Dhe e pesta, egoja, lere egon. Pyet. Sot këshillat i ki fal ose shumë lirë. Dhe pyet njerëz pyet eksperta, madje sot i ki edhe formën, edhe s'ki nevojë me pyetje, është inteligjenca artificiale, ku mund I ka lecu komplet, gjithçka. Për dallim prej kalumës ku ka qenë, mu ka dasht me kilometra me hec deri te posta e qytetit për me marrë dikant telefon me pyet, edhe më thoj kush është atje? Njëherë dëshkoj me pyet, me prit me radhë, derisa të vinte radha në kabinë telefonit, e pastaj ose nuk e hap telefonin, ose thirr më vonë, ka ndodhur 3 herë në ditë mi bën nga 2-3 kilometra aq sa ka qenë posta, derisa për me marrë një informat, edhe ajo ka qenë informat e përgjysmuar apo Tash je i shtrim, nxet, telefonin dorë, edhe është gjyna. Gjyre, tash më thojmë që tash ti është, se zakonisht kështu flasim Po tash për kohën tonë. kalumen. Vështërsitë që janë kon atëherë nuk janë sot, por vështërsitë që i ki sot nuk i ke pas atëherë. Sot është konkurenca shumë e fuqishme, Qashtu. shumë azgjuar. Secila etapë ka I ka problemet, problemet mirat e po, vetë. sigurisht. Po. A gjashoq, është shumë me rëndësi, a ki farë rutinë editore kështu të përditshme që ka kontribu në suksesin e madh? Pa nëse mund thuhet rutinë, është ajo që kur kam vendosur me bën një projekt, nuk e kam shtyp. Dhe jam komguls mu realizuaja. Është njëjtë sikur ti me porosit kafen, edhe mos me pi me lëmë ftov. Ti e ke porosit pi e më një herë. Ose nëse pret dita bëhet natë. Shumë njerëz në fillim thonë mbesin pa sukses sepse thonë jo se është herët. Kuptimin edhe moshën, jo se jam i ri. E dikura jo se u plaka. Edhe shkojnë nga kjo botë ndoshta pa arritën qëllimin që e kanë pas, por nuk mjafton me pas vetëm dëshirë. Do të më pasën se dëshirë gjithë kemi me u bë suksesshëm. Po përveç dëshirës duhet edhe këmbgulja. Hapat konkret, të përditshëm. Po sigurisht. Ti vazhdon me qenë që ashtu mu qunë sa me vazhdu? Po, sepse është një rutinë e krijuar që për 30 vite dhe pavarësisht nëse kam punë më pak sot, është përgjithësisht ai ka askush. Pavarësisht që ne kemi bart, domethënë në përgjithësitë, kemi organizime, drejtar, menaxher, prap ti e kupulla në për të cilën në mënyrën e tjetër kalojnë gjitha gjërat. Dhe ato asnjëherë s'mund më hek askush. Dhe unë sigurisht që gjithmonë jam, s'po tham i pari në zyre, po jam me orar kur vin punëtorët edhe unë jam aty. Njëtën kohë. Po them kjo vendosmëria që mos mi shty gjërat përpara dhe mos mi shty gjërat për nesër, sepse nesër gjithmonë është nesër, kur vjen prap nesër, ka bën që ndoshta me bën televizion, edhe pse mos thojmë se s'kemi bën nomin. Ndoshta në Kosovë është lehtë më koni madh në një vend vogël. Me një mahall dukesh po jam i madh si kompani. Kur dal jashtë, ani pse ngaherë kur vin tuit këtu na shohin atë na komplimentojmë edhe për suksesin, po prapse kur krahasohesh me kompani të jashtme ndërkombëtare, ti je një kompani e vogël. Flas për kompaninë tonë. Me ishtë ato në vendin ku jetojmë, jeni një prej personave model. Kështu që ato duhet me, unë për ato thash që po ta knasi pak me marrë edhe këshilla pa pare. Po, sepse jemi po në aq rrugë pak prodhues zhvillimit. Ko pak prodhues.
Kjo është deficit. Ku është problemi, Axha Shoq? Po, gjithë jemi nga pak përgjithës. E biznesi, sigurisht që është si kër ujë. E she ujë dëpërton aty ka gjenë ma letë. Edhe biznesi e ka gjetë ma letë të bërit biznes përmes tregtimit apo ofrimit të shërbime. Mendoj që kjo është arsye kryesore, por për këto janë përgjegjës edhe institucionet. Ato duhet mi dhënë kohje, ato i kanë mundësitë se biznesi është jo është ndaj të mira materialisht. Afrohet i një mundësi, një benefit. Ai nesër ndrysh çdo kompanit në para disa ditëve doli një publikim Institutit GAP 10 kompani me qarkullim më të lartë. Dhe prej 10-ve 9 ishin shërbëse dhe tregtarë. Domethënë vetëm Keku ishte, nëse s'gaboj, vetëm Keku ishte prodhues edhe ajo kompani publike. Këto kompani, mirë që janë të mëdha, mirë që kanë qarkullim kaq lart, por shumë më mirë do të ishte gjysmë nga ato të ishin prodhues. Dhe këto kompani nëse ju afrohet në mundësi e mirë, në subvencionim peshë. Ne jemi sigurt që këto 9 kompani janë të gatshme me hi edhe në prodhim, me kusht që më ju afru diçka. Çka më ju afru? Subvencionim, lirim nga tatimi për një periudhë, po flas për investimin në prodhim, sepse pa prodhim nuk ka zhvillim ekonomik. E pa zhvillim ekonomik nuk ka as Kosovë të fortë. Po e tona plotësisht, realisht na si qytetar, na si persona që mundemi potencialisht me qenë biznesmen, na votojmë për më na kriju politika më të mira. Na e kryjmë atë punën tonë një herë në 4 vjet. Po aktualisht Kosova po kalon me një krizë të jashtëzakonshme ekonomike. Zoti Palushi, çmimet enorme në kudo që del në treg, cilat janë hapa që duhet ndërmerren qëtash, qoftë për shtetit, po qoftë edhe për neve, qysh me përballu? Nuk i di, unë nuk përshot që Kosova po kalon me një krizë, po Kosova nuk po arrin me dalë për krizës. Është një kontinuitet i vazhdueshëm ku Kosova pavarësisht investimeve edhe të jashtme, të huaja, edhe mbështetjes të miqve ndërkombëtar, edhe sidomos të diasporës, ende ka ngecje në zhvillim. Dhe po them, më e mira do të ishte sigurisht që riorientimi ka prodhimi, sepse dallimin mes një tregtari. Një tregtar e krijon një vend punës. Një prodhues për të njëjtin produkt i krijon 4 vende të punës. Dhe përveç kësaj do duhej sigurisht që edhe pagat të jenë më të dinjitetshme. Tani pse ka Do shta me thonë se standardi jetësor me çmimet nuk po përputhet në asnjë lloj rrethone. E ka tejkalu. Unë lëvizi unit. Është fat i mirë për që gjithë qytetarët e Kosovës po kanë mundësi sot me lëviz për shkak të liberalizimit të vizave nëpër Evropë, dhe shoh që lëvizjeve të pagave ka edhe në Gjermani, edhe pse janë çmime pagat më të larta se këto prapë rriten. Dhe ne duhet me vazhdu. Unë besoj që paga në Kosovë duhet me qenë se paku sa gjysma pagës në Gjermani. Në mënyrë që, sepse gati 50% e pagës, 40% e pagës në Gjermani shkon për vendbanim, për një banesë. Dhe është fat që Kosova nuk e di sakt, por ndoshta 95% e qytetarëve të saj kanë vendbanim, kanë shtëpi tyre. Dhe ose edhe nëse paguajnë prap, janë çmimi i qeras është më i ulët se sa në raport me pagën. Sigurisht. Por prapë se prapë paga në Kosovë mendoj që do të më qenë minimalja 600 dhe mesatarja ndoshta 1000. Për këta thash, për këtë arsye thash që është po këtu jemi përgjithës edhe ne, po gjithmonë qeveria është si dirigenti. Instrumenteve i bin bizneset, por dirigent është qeveria. Qeveria duhet me vendos rregullat dhe formën se si me u bë që me pas një standard të dinjitetshëm për qytetarët, se unë jam i bindur që askush me dëshirë ose pjesa dërmuese e qytetarëve nuk e braktisin vendin, nuk i lën nënën në babën këto për dëshirë, po sigurisht nevoja edhe dëshira për me arrit më shumë, tek e fundit drejtës së cilët është me arrit më shumë. Edhe diçka që mendoj që mund të lidhet kjo ndoshta me paragjykim. Këtu me fillu biznes i rrethu për miqve, për shokëve, për familjes.
Dhe në rast të dështimit, na paragjykime vujmë pe paragjykime. Sepse askush nuk të lavdron kur ti arrin sukses, po të gjithë kritikojnë kur dështon. Këtë janë profesora për sfidat e tjetër kujt. Dhe nëse ti je jashtë në Gjermani, nuk i ki këto njerëz që dinë çfarë po bën ti. Dhe unë i shoh që në Gjermani sidomos, ku shkoj më shpesh. Shumë shqiptar kanë arritë bëhen biznese të sukses. Sot gastronomia, mos thamë është në durë të shqiptarëve, po ka kalu nga italianët tek shqiptarët. Domethënë një pjesë e madhe nuk ka qytet në Gjermani në të cilën nuk ka Nuk është lajm i vogël. Nuk është lajm i vogël as shoq. Edhe ato prej më të mirëve. E mos flasim për kompaninë ndërtimore, të cilat kanë arritë, ndoshta nuk janë stadin e aty në kompanive gjigante të cilat kanë tradit, por janë në rritje. Nuk jetojnë keq. Nuk jetojnë keq. Shqiptarët kanë shpirt dinamik, kanë shpirt të afarizm, po ndoshta këtu edhe rrethona, po më shumë se rrethonat, hezitojmë kja nga friga, sepse sot, jo veç tek ne, po kudo në botë, e kritika i vret miliona ide. Domethënë, ti ja prezanton dikujt idenë, miku tan, ja thja kjo zbohet. Kjo zbohet, edhe ti sigurisht njeri e ti je nga si ti si unë, pe gjakut jem. Dhe nëse ti më thu zbohet, ai ti më thot zbohet, ti heziton. Jo, po vyshkësh. Po vysh, po. Vyshkësh edhe se e thu dhe tërë dhe shet që këto njerëz nuk thamë që ta dojnë të keqen. Por ato nuk kanë besim vetë, atë nuk besojnë as për edhe vete. nuk e din. Në fakt, kjo më ka ndodhur edhe mu, po s'pa thënë që jam kolmajzuar, po ndoshta nuk e di Zoti ka dosht, sepse kur kam dosht me him me linjën me kanaçe. Gjithë njerëz më thonë ku do me dal ti, më i miri, më i mençuri kur e kanë ditur kapitalin dhe mundësitë e mia. Mirë, po nuk e di. Sa më shumë që më thoshin jo, unë e konvertojsha në po. Nuk e di atë. Edhe ka qenë investimi. Po që do tash gjendja faktike është këtë çka ki dosht. A ka ndru muhabeti me miqt? Po, a thojnë ndonjëherë qysh s'kena besue? Apo është e kalu? Është e kalu, nuk është që ja kom përmend shumë kujt. Njonin e kom përmend një rast, e kom përmend 2-3 herë, ma përmeni, mos e përmeni. Po. Se i kom pas ofru dikujt. Hajde him 50%, se më vyshin 25.000 euro. Po nuk e i gatë shumë. 50% ja ke ofru në cilin vit? Ja, në fillim, para se me fillu, për me investu. Dhe a e vren tash gabimin apo? Se di, sa është nështë gabim, ai mirë i ka punë. Ndoshta ma mirë se me mu, ku më di, ja kështë na prishun. Ndoshta s'm ka pas. Ai se vllai nalt i ndresh pak sanet, i palot. Ndoshta s'm ka pas i partner denitetshëm, ku më di. A si do të jetë, nëse jeni dy suksesshëm e keni arritur qëllimet e juaja. A Xhashoqa jetohet në Kosovë, ka klim për biznes dhe për jetë? Qysh mi nal që të rinin me nanet këtu, se unë besoj që po dhe këto e vrej momentin që hinë Kosovë nga jashtë. Unë besoj që dallojmë, tash që qohën ashtë qelë shqiptarët, po me të vërtet, policin kur ta takon që ti merr dokumentet, me çfarë mikpritje për dallim për në Evropë janë shumë të ftoftë. Shkon në restoran, mikpritja edhe buzëqeshja, domethënë shërbimi që të afrojnë kamajerat në Kosovë dallon shumë prej atij që të afrojnë në Evropë. Domethënë njerëz janë miqësor dhe njerëz dhe bojnë edhe ambientin. Pastaj Kosova si ka gjërat më të mira, po shumë gjëra i ka të mira. Tatimet dhe këto ngarkesat fiskale i ka prej matulteve në Evropë. S'pa thamë se ka gjithë shkatin. Ka edhe më mirë, ka edhe vështërsi, sepse derisa me energji elektrike për shembull sa i me përballë vazhdimisht, edhe vazhdon të kemë sfida, por derisa në Gjermani tatimet shkojnë deri në 40-50% në Itali dhe në shumë vendet e Evropës. Kosovë ki vetëm 10%. Kjo e bën me qenë jërsh. Po ndoshta ajo që ka pengu Kosovën, sidomos me investitorë të huaj, është raportet dhe me Serbi, të cilat sepse për një të huaj Kosova ndodhet në një konflikt. Ne shumë se nuk është atë rast. Unë nuk besoj më që do të ketë këtu trazira e aq më pak luftë me Serbi, por për një të huaj që përmendet Kosova si vend me problematik, sigurisht që nuk është vend i joshës për investitor. Po është me pull të kuqe. Po, dhe kjo e bën që ndoshta e që nuk është e vërtet.
Jo, s'është e S'është e vërtet, vërtet as pak. por ne po shohimi që investitorë më të mëdhenj këtu kanë qenë turqit, që s'është asgjë e keqe, po shumë më mirë do të ishin sigurisht të kishim investitor gjerman që janë shumë të fuqishëm, e amerikanët e tjerë, sigurisht që shumë për investitorëve që janë sot në rreth Kosovës, në Serbi e në Maqedoni, sidomos, se nuk po them Shqipëri, sepse edhe Shqipëria s'ka qenë shumë stabile. Ndoshta Se më ka tepër pas klimën edhe bashkë. për shkak të korrupsionit Po, ndoshta, sepse sigurisht. edhe shumë domethënë prej kompanive të fuqishme sot janë të lokalizuara domethënë në Serbi e Maqedoni, të cilat sigurisht që kishin mujt me qenë në Kosovë Shumë dhe me kollaj. kriju edhe vendet të reja pune, por edhe të hyra, sepse ato kishin me pagu Sigurisht. takime, me ndërtu infrastrukturë, gjithçka tjetër. Aja shosh mes rreshtave shumë bukur e definove që ti je mirënjohës për punëtor që i ki. Absolutisht. Po kjo është e lezetshme natyrisht mu dëgju, po është interesant që rinia po dhe pjesa tjetër më e shkollume që është pak me grada, master e doktora, kretë po e ndjekin punën në shtet. A mundeni me na tregu cili është ndikimi i sektorit privat në shoqëni? Jo, ndikimi është jashtëzakonshëm dhe kjo nëse nuk duam privatizëm, kemi shembullin e Koreas së Veriut dhe të Jugut, edhe në dallimin mes dy Koreve. Njëra është pas sektor Publik? njëra privat? është privat dhe tjetra është mes sektor publik. Dallimi është i pakarastueshëm, ose kubën e kemi. Domthonë sektori privat është promotor i zhvillimit ekonomik. Edhe është i vetmi vend pothuajse ku krijohen edhe gjenerohen vende të reja. Edhe sot raporti i vendeve të punës është 85.000 pranë janë në sektorin publik dhe gati 300.000 janë në sektorin privat. Mirë po, ajo që e ka bën ndoshta më joshës, por nuk është shumë e çuditshme, sepse edhe në vendet më të zhvilluara sektori publik është i joshës, sepse ofron pak më shumë siguri, Ka do beneficione tjera disa që beneficione, por mendoj që sektori privat është duke bërë interesant, sepse në sektorin privat, për dallim pjesë publik, ka meritokraci. Nëse je i angazhuar, domethënë nëse je i suksesshëm, Ecë ecë përpara. përpara, po. sigurisht. Po. Për ato që janë më pak punëtor, për ato që janë demele, tash mos tham ashtu në sektorin është sektori publik, po ideali është sektori publik. Se do thotë që gjithë ato që punojnë në sektorin publik janë demele, atë mos absolutisht jo. Por është edhe me fajin tonë. Do të me pranu që jo gjithë kompanitë edhe i përmbahen dispozitave ligjore që duhet lidhur me orarin e punës, Ligjit punës. ligjit punës. Që e kemi tepër të mirë, Po, tepër ligji i punës është. Ligji i punës është Bili i mirë, madje veç do të zbatohet. unë mendoj që ligji i punës është shumë i favorshëm për punëtorët dhe ka shumë pika të disfavorshme për punëdhënësin, po këto na si më marr se na ka interesuar se edhe ashtu deri vën nuk i kemi plotsuar, nuk i kemi pa atë ligj si diçka që duhet me implementu. Dhe tash së fundmi kur kemi filluar me implementu, e kemi pa që ka edhe elemente disfavorshme, por gjithsesi është mirë sepse ne kur i kemi shkurtuar orarin e punëve sen, asgjë s'kemi humb. E kemi pa që sepse në fundit po t'ishte keq me punu 8 orë e jo 10, perëndimi kishin me zbatuar oraret më të gjatës. Dihet që kjo është vërtetu shkencëtarisht që nëse punohet 8 orë është shumë më produktive se sa oraret e stërgjatëra. E kemi përjetuar vetë. Po, vetë kemi përjetuar. E kemi përjetuar vetë. Për fund, super fund, Agja Shoq, a kishe ndru diçka ti shekty në mrapa? Sigurisht që po shumë gjëra kishna me ndryshu gjatë rrugtimit, por jo qëllimin. Domthonë qëllimin nuk asgjë si kishna ndryshu, domthonë qëllimi është jam shumë i lumtur atë që kam arrit. Por ato gabime që i kam bërë, ato rrugë që kam shku kakina, do që më shku kaput e drejt, sigurisht që kishna me ndryshu. Por thash edhe herë në fillim që kjo është shkolla që e paguajmë shumica për ne. Do të më pranojë diçka, ne nuk kemi atë zgjuar, ose të paktën unë s'kam qenë aq i zgjuar sa mos me bë gabime. Se njerëz që janë ato që janë më të zgjuarit psojnë nga gabimet e tjerëve. Ato që janë medium, si unë, psojnë për gabimet veta. Dhe ka të tillë që s'msojnë asnjëherë. Bravo.
Faleminderit. Kjo është shumë e bukur. Fjalia më e bukur për me mbyll emisionin. Dashur që kisha shumë kënaqësinë, faleminderit për këto këshilla që për te kufive të Kosovës paguhen. Paguhen edhe bagi paguhen. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit që gjete kohë se na e dim që Grazie. agenda jote është stërngarkume. Edhe faleminderit që ju kemi natyrisht, juve dhe gjithë biznesmenët tjerë që jeni dritore jashtëzakonisht e madhe në zhvillimin ekonomik, po edhe përgjigjes kërkesave të rinisë, sidomos të rinisë që po na shkollohet vazhdimisht, na vazhdojmë ta kemi megjithatë rinin më të pastër, më të edukuar dhe më të shkolluar në rajon. Kështu unë e shoh të paktën edhe statistikat që kemi kështu është. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit. Takomi suksese të tjera se pas kemi hapa edhe fabrikën e Po shpresojmë për një 2-3 muaj. ketçapit, marmeladës, ajvarit, që këto gjona duhen me diskutuar për ato se hapja gjithmonë është e lezetshme dhe kena shka me diskutu ma thej se çish po qilet edhe një dritore tjetër. Patjetër duna me falenderu Ylber Kabashin, këtë kompaninë Elemente Betoni që janë të jashtëzakonshëm për gjitha gjëra që keni nevojë, prej projektimit deri te rregullimi i shtëpiave tuaja, oborreve, terrasave. Mos harrojt ju ceki që kanë një pllak, në fakt një kubës që bëhet prej gurit eruptiv, 0.1% e thith ujin. Tash ju mendoni, i keni në Korish këtu shumë kollaj pi Prizrenit, deri në Suarek me shku me pi një kafe, naleni pak te Ylberi, respektivisht e Elemente Betoni, edhe mundeni mi kry këtë gjana që keni nevojë për shtëpinë tuaj, për me pas kualitetin 100%. Takomi javën tjetër, kisha kënaqësinë sonte ta kem në studio një prej biznesmenëve më të suksesshëm të Kosovës, një djalë tepër human, ka bërë bamirësi të jashtëzakonshme gjatë gjithë veprimtarisë së tij biznesore, është shumë afër Kosovës, këtu në Gelonc është bash afër Kosovës, afër Prizrenit ku e bëjmë na podcastin. E kam fjalën për pronarin e kompanisë së madhe Frutex që prodhon edhe Golden Eagle që tashmë është gati në gjithë botën. Shaqir Palushi ishte me ne, takomi javën tjetër. Ky podcast sponsorizohet nga Elemente Betoni, IPEC Home, Industria.